Ndrohet loja dhe opozita e ka argumente thotë që ne kemi dalë për vetvetes, ne kemi qenë gjendje me pranu edhe një kandidat konstitucional, pozita s'ka desht, ka desht me ka pushtetin krejt, me pas gjitha pozitat, dhe unë besoj shumë që elektorati kosovar pastaj do ta faturoj lëvizjet vetëvendosje. Ma thosh i parashikimi. Po në rregull jemi muja me konsensual, duhet me kuptu që duhet mu pajtu gjitha, po. Po, do të Po nuk është konsensual nëse kuti e nxjerr pej naftalinë dikon edhe e qeta. Po le të sillni këta, le të sillni opozita. Zoti muja. Opsioni zgjedhje nëse shkojmë se Halil, nëse shkojmë zgjedhje sipas teje. Të pranueshëm sipas meje, të pranueshëm edhe Fatmir Kolçokun zoti kuti e kanë zgjedhur. Si të pranueshme. Është partioke ajo. Ajo është Zoti muja. Fatmir Kolçoku është sikur ai beta. Nuk mundet mund zgjedh konsensual pa pajtimin e të gjithëve. Diskutuam për dhe pa i përmbush disa kritere. Cilat na e dim që kriterë duhet me qenë njeri me mojt unitetin e popullit. E diskutuam 30 minuta, Halil, këtë. Nëse shkojmë në zgjedhje, Halil, nëse shkojmë në zgjedhje hipotetikisht, këtë e diskutuam 40 minuta. Çka nëse shkojmë në zgjedhje? Kush del më mirë në këtë situatë që jemi? Zoti Kurti edhe vetëvendosja i kanë senet, i kanë parët, e kanë fuqinë, dhe kanë bon sondazhe. Unë 100% jam i sigurt që ata din që 10 deri në 15% janë minus. Pa zonjën Osmani. Më falni. 10 deri në 15%. 10 deri në 15% janë minus pa zonjën Osmani. Më falni. Sepse zonja Osmani mos t'i shkon domethënë që makineria fuqishme e propagandës veves e kanë sulmu mas dekretit, që unë po ashtu mendoj që me dekretin nuk e ka shkel kushtetues, po është ngutë, se o dosh me drejtu gjykatës kushtetuese. Dhe në këtë situatë, Albin Kurti mundet me bon vetëm 2 sene. Mundet kjo që thot muja, me një konsensual, ama me qenë vërtet konsensual. Absolutisht. E jo me qenë dikush që hajtë vërtjau, që me honë, ta shantazhoj opozitën.